përbërja e kabinetit me shumicë absolute femrash, apo është bërë kjo në bazë të një përzgjedhje meritokratike, sepse disa prej atyre emrave, me thënë drejtën, nuk i thoshin gjë publiku të gjerë. Pra nuk ishin emra të stazionuar në politikë, apo emra që vinin me një eksperiencë të gjerë nga shoqëria civile apo nga bota akademike apo. Shikoj, janë dy gjëra. Unë them që jo, Rama nuk e ka bërë fallco atë, për këtë jam e sigurt. Rama beson. Domethënë beson që gratë kanë disa vlera të cilat, domethënë, mund t'i sjellin, mund t'i ofrojnë dhe mund t'i shërbejnë shoqërisë. Tashti, ajo çështja le të themi e numrave ishte, unë kam luftuar shumë bashkë me kolegët e mia, ne ishim shumë pak atëherë, 6.7% ishim në parlament. Unë kur isha kryetare. Ndaj ndryshoi dhe kodi zgjedhor në 2008. Kur isha, jo, edhe u bë gjitha e betej. Kur isha kryetare grupit parlamentar, kisha fatin e keq mund të them, sepse si ishte edhe kryetari i partisë në parlament në atë kohë, edhe të gjitha përballjet politike i kam bërë dhe se kam parë veten si grua. Dhe unë nuk dua që gratë të jenë në politikë për shkak të gjinisë, po për shkak të meritokracisë. Po vike pyetja juaj. Nuk keni qenë bazuar në meritokraci, pra ju zonja Dade, zonja Meksi keni qenë. Po vite pyetja juaj, që do të thotë që gratë duhet jenë në bazë të meritokracisë, jo të vinë sepse na zbukurojnë kabinetin apo atë përkundrazi, duhet vinë për bazë. Po ky nuk është një problem vetëm për gratë në politikë. Çështja e meritokracisë. Shiko, unë Ilir ti e ke lexuar, edhe unë e kam thënë publikisht, e kam shkruar këtë gjë, që kam thënë që duhet vinë për shkak të meritokracisë, si gratë edhe burrat, për fat të keq. Shiko, njerëzit nuk duhet vlerësojnë as për shkak të moshës, të vjetër të rinj, se ka të rinj që kanë lindur të vjetër. E ka të vjetër që kanë energjinë, kapacitetin, mundësinë për të dhënë. Pra, duhet, por ka ca kohë që disa nga gjërat që kanë të bëjnë me meritokracinë, me gjithë përfshirjen, me konsensusin politik, me qëndrueshmërinë e reformave, nuk përmenden më në fjalorin politik. Dhe mund t'ju bëj edhe juve që jeni analist, për shembull, një jo kritik, po një gjë, duhet edhe juve t'i përfshini më shumë në debatin politik këto gjëra, sepse një demokraci nuk mund të jetë funksionale nëse nuk ka të garantuar check and balance. Ora, ne kemi demokraci, ne kemi media të lira, ne kemi pluralizëm politik, ne kemi pluralizëm mediatik, janë në standardet. Ju mendoni se është fal të pikpamjes dhe filozofisë politike që zoti Rama ka, përfshirja sa më shumë grave. Përfshirja e grave, ai e ka besim atë dhe nuk e bën fallco, për këtë jam shumë e sigurt. Në linjë me këtë pyetje, besoj edhe për publikun ka interes, është për këtë arsye që mburoja politike institucionale, kushtetuese që ai po i bën zonjës Balluku, e pa precedent krahasuar me mbrojtjen që ai ka bërë kolegëve meshkuj, për shembull Erion Velis, apo Lefter Kokos, apo antarëve të tjerë, qoftë edhe Sami Tahirit, pra në këtë sens kemi të bëjmë ndoshta me një ndjesi të zotit Rama që është më protektiv ndaj femrave në kabinet, apo është zonjë e hekurt pa cilën s'mendohet qeveria shqiptare. Nuk është çështja e gjinisë, mendoj unë. Padyshim që ajo nuk ka nevojë që ta them unë që ka bërë një profil të një njeriu shumë punëtor, shumë të angazhuar dhe ka pasur shumë arritje në punën e saj dhe unë besoj që Edi Rama, domethënë, çmon këtë pjesë, domethënë të punës. Sa të do në parimet e tij publike të shkallura publikisht. Jo, më fal, por për sa i përket, është e drejtë. S'është e drejtë qëndrimi. Unë që nga 2002 që po e kam pasur dhe më përpara këtë parim, që jam angazhuar në politikë, kur nuk kam diskutuar dhe gjykuar për çështje që janë në dorën e drejtësisë. Duhet të gjykoj dhe të vendos. Nuk po diskutojmë fajësinë apo jo të zonjës Balluku, sa të vendos gjykata, ne po flasim për sjelljen me dy standarde të zotit Rama. Raport me zonjën Balluku. Mua më kanë bërë, kam qenë shpesh te zëri Amerikës kur kam qenë në politikë. Dhe më kanë bërë, e përmendem, për një personalitet politik që ishte çështja e gjykat,
Dhe zëri Amerikës tha, duhet ta thuash, domethënë dhe njerëzit mendojnë që duhet ta thuash tash, unë nuk komentoj. Dakor, gjëra pyetja që ishte janë- tjetër. Pyetja nuk ishte vetëm me fajsinë e zonjës Kurse, Ballukut. jo, Pyetja ka të bëjë me unë- mbrojtjen politike dhe jo, institucionale unë që ta bën tha- zoti jo, unë Rama ta tha- Ballukut po në unë raport nuk e me të di- tjerët, kolegët Meshkuj. Nuk e Nuk e ka gjykoj. bërë kështu Ilir Beqajn, Nuk Said duhet ta Tahiri, ndaj Erion Veliaj. nuk duhet ta ndaj unë, këtë duhet ta ndaj drejtësia nëse qëndrimi është i drejtë apo është favor. Këtë nuk duhet ta ndaj unë. Dhe këtë unë e kam parim, çdo çështje që mund të jetë në cilën do qartë. instancë të Zonja Leska, të një pyetje tjetër institucioneve është të ligjit. që ju e përmendni dhe në libër, ka të bëjë me proceset e rekrutimit në atë kohë të Partisë Socialiste, ku natyrisht kërkoi një CV, një bagazh profesional, bëj madje një farë konkursi apo interviste, dhe pastaj kryesia pas diskutimeve shpeshherë të gjata mbi emra të caktuar, vendoste pro apo kundër një kandidati. Një cilësi në fakt që është e rrallë, ka qenë e rrallë në politikën shqiptare, po sot thuaj se është e munguar totalisht.